Mungesa dramatike e punëtorëve në Gjermani, cili është profesioni më i kërkuar në Gjermani, tregoi punës varet nga punëtorët e huaj. Gjermania ka një mungesë dramatike të kujdestarëve për të moshuarit dhe problemi vetëm sa do të përkeqësohet për shkak të tendencave demografike. E vetmja zgjidhje është importimi i fuqisë punëtore nga jashtë, por cili është profesioni më i kërkuar? Ai i kujdestarëve, shërbyesve të moshave të treta që jetojnë të vetmuar. Pa kujdestar nga tuaj dhe industria do të kishte rënë deri tani, ka thënë Vanessa Huja, presidente e Agjencisë Federale të Punës. Sipas të dhënave të agjencisë, numri i kujdestarëve tuaj që punojnë në Gjermani në 10 vitet e fundit është rritur me 20% në 1.72 milion. Kjo normë rritje është dukshëm mbi mesataren e tregut të punës. Viti i kaluar ishte viti i tretë radhazi me të cilin rritja e punësimit në infermieri e kujdestari të moshuar ishi atribuohet vetëm fuqisë punëtore të importuar. Sot pothuajse çdo i pesti kujdestar, 18% e tyre është i huaj. Në të njëjtën kohë, mbërritja e kujdestarëve të huaj nga Bashkimi Evropian dhe Zvicra po ngadalsohet vazhdimisht. Në vitin 2024 kishte 3.000 prej tyre, ndërsa 13% prej tyre mbërritën nga vendet e treta bazuar në ligjin për imigracionin e fuqisë punëtore të kualifikuar. Rreth gjysma e kujdestarëve në Gjermani punuan me kohë të pjesshme vitin e kaluar, sipas të dhënave të agjencisë mesatarisht. Rreth 1/3 e punonjësve punonin në këtë mënyrë. Kjo i atribuohet vetëm pjesërisht faktit që gratë përbëjnë 4/5 e fuqisë punëtore të kujdesit, pasi 1/3 e kujdestarëve meshkuj nuk punojnë me orar të plotë krahasuar me 13% mesatarisht.